të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24, pa që një ditë sa më të bukur në vazhdim. Mirëmëngjes Katerin. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë të bukur dhe ju ftojmë këtu tek këndi ynë i gatimit bashkë me Anilën time, shikoni se sa të mirë që kam sot. Si gjithmonë dritë. Gati. Ja, kështu nisdita, kështu duhet nisdita. Faleminderit shumë. Ju ftojmë dhe do ju tregojmë 2 receta tradicionale. Janë të thjeshta, janë shumë të mira, janë të shijshme dhe sigurisht tradit, sepse ç'është kjo, duhet që gjithmonë neve t'i sillim her pas here me qëllim që mos i harrojmë. Ne t'ja rikujtojmë brezave të rinj që vinë. Ne i marrim nga gjyshet, nga nënat tona dhe ju transmetojmë juve këtu për të mos haruar kur gatimet dhe traditët tonë. Sepse janë dhe shumë të shijshme. Dhe të shijshme, edhe me ekonomike dhe të shëndetshme. Të gjitha bashkë kanë. Kështu që ne do t'i prezantojmë një herë cilat janë 2 recetat tradicionale sot. Anila, tikush e ka emrin. Nuk e di se si. Tikush dhe e bën zona e Korçës dhe e Pogradecit. I përshëndesim zonjat e Korçare dhe Pogradecare, sepse janë vërtet duararta të mira, nikoqire, si gjithë zonjat e trevave, por sot përshëndesim ato me rastin e tikushit që ato pregatisin. Dhe si e pregatisin këto? E bëjnë me pastërma, sepse zakonisht e bëjnë pastërma nga që kanë atë mishin, e thatë që e pregatisin dhe bëjnë në gjatë dimrit, edhe tani në pranverë, por sigurisht që e bëjnë edhe me mish qëngji, mish viçi, me mish pule, çfarë t'ju ndodhet. Në disa zona e bëjnë, do me thënë që duke bërë, hedhin, si të them, pak miell, pak një seshte, kos, brënda, vez, 4-5 kokra vez, varet kjo nga madhësia e tavës, që ato do të pregatisin. Fillimisht fillojnë me mishin, nëse kanë të thatë, nuk ka nevojë, do me thënë që të marrin, bën një zjerje, para prake, por edhe kur e kanë atë mishin, do me thënë, të freskët, si që kemi ne, e vendosin për të zjerë. Unë faktikisht, me thënë të drejtën, e kam vendosur dhe e kam prek shumë copëzat vogla, që të zjerë kështu, edhe duan, do me thënë, që të ketë pak lëngje, sepse nga ky lëngu, ne do të përdorim edhe tek pjesa e kremi, që se si një farë kremi bëhet, për ta hedhur brenda. Shumë mirë. Ndërkohë që hapin një petë të plot, që e bëjnë me 6 kuleç, ndoshta edhe 7, që vendosin poshtë, por brumin e zënë duke shtuar brenda një lugë të kafes sot buke. Këto e bëjnë, do me thënë, që të qëndroj, do me thënë, peta e but dhe të rrisë edhe volumin. Edhe volumin. Shiko sa të Pra në këtë rast, brumin dhe popra. Nuk di që të them unë me këtë mielin, më ka, si thua jam dashuruar me mielin Ola. Sepse më ndihmon edhe ashtu. Dhe unë nuk i bëj asgjë shkëta, unë thjesht e punoj, do me thënë, për shumë pak, e përzi dhe i lë. A ish mjafton, sepse është vetë për bërja. I kam bërë unë këto kulaçës, shikojni ju tani, 1, 2, sa kam unë këtu, 3, i kam lyer me pak vaj ndërto, As nuk në gjithë 4, 5. Po, edhe një e kemi aty 6. Edhe një e kam aty 6, ka nevojë edhe kështu, ja. Bukuri. Ta vendosim edhe këtë të 6. Nga sipër në fund fare nuk hedhim vaj. Po, petës së fundit jo. Ja, kjo është peta. Para se të hapim petën, se kjo hapet shumë kollaj, shiko tani. Unë do ta mbuloj me petëse, do ta lë këtu për momentin. Në rregull. E tham, do me thënë 300 gram miell, kjo varet nga sasia, do me thënë që ju do përdorni, nga tava që do përdorni. Përgatisim këtë kremin fillimisht, por para se të filloj, do me thënë të përgatis kremin, le t'ju them edhe recetën e radhës. Shëndet, Gjulio. Kemi kameramanët tu përpara, sigurisht që duhet edhe t'i respektojmë. Do të bëjmë një lakror, themun, po pa petë, sepse këtë e bën zona jugut, faktikisht pjesa e Sarandës. Madje është një fshat karakteristike e fshatit Sopik, që dhe këto zonjat i përshëndes dhe janë shumë duararta dhe ato dhe shumë parsëtore. Edhe pse ujë nuk ishte në Sopik, ato shtëpitë e tyre ndrisnin dhe ato shkallat e tyre të mbushura plot me lule dhe të lyera me gërqele të bardhë, sidomos tani në pranverë është, si thuash, një bukuri e rrallë. Sa qef. Atere, ky lakrori bëhet me oriz, me qep të njoma, qep të thatë, kopër, majdanoz, qumësht edhe vez. Sigurisht vaj edhe gjalpë. Pra këto janë dhe përbërësit që do të pregatisim edhe këtë lakror tradicional. Gjithashtu, sigurisht që do të kemi kohë, sepse i kemi vënë gjërat për para, do të pregatisim ca pite, që këto i bën zona Gjirokastrës. Gjirokastra i bën me energjik brënda. Ka ti i ka ndarë me zona, sot. I ka ndarë me zona që se vërteta, të cilin këtë e bëjnë edhe zonat e tjera, por to i hedhin pak në energjik brënda. Në pas në energjik të thatë. Madje, shiko, Nikoqire, Anila, në vend të djathit, se mund të bëjnë me djath të cërmuar, hedhin shëllirën e djathit.
Ne kam dëgjuar që përdoret në shumë gatime. Djathi që të japi shije piteve, kurse në djathin se e konsumojnë në një moment tjetër, dhe hedhi shëllir djathi që sigurisht i jep shumë shije dhe s'ka nevojë që të shtojmë copëzat e djathit brenda. Edhe me kos, me një kokër ves dhe mielin. Edhe 2 lugë vaj brenda te brumi. Për 500 gram. Do t'i tregojmë më brapa. Tani le të fillojmë për të përgatitur Anela këtë brumin që duhet për të bërë. Ja ti marrim këtu një 2 piron të kemi. Pra filloj me vezët fillimisht. Okej, marrim vezët tona, vezët O Vital, fantastike. Janë super të freskëta, super cilësore. Të freskëta janë, po atë që them gjithmonë. Edhe pse janë të freskëta. Shiko, gatimi ka rregullat e veta dhe ne i respektojmë nga fillimi në fund. Testi duhet bërë. Patjetër. Edhe i hedhim një nga një, ja. Nuk është se e them unë, e thon vetë vezët. Si thonë, flasin vetë themi neve. Flet vetë produkti. Sa vezë do përdorim? Do hedhim, le të hedh 5 kokra, Manila. Hedhi 5 kokra. Okej, me qënë se ne, sa po kemi hapur paketimin e ri me 10 kokra të vezëve O Vital, kështu që 5 për tyre do t'i përdorim sot në këtë gatim të parë. Pas pak do të shohim në ekran edhe të gjithë përbërësit që do t'ju duhen, edhe pse u kuptua në fakt deri diku se çfarë do të na duhet për këtë recetë, edhe më në rast se do të gatuhet receta e parë, duke u kujtuar që sot është vërtet dita për t'i mbajtur shënim këto përbërësit dhe mënyrën se si gatuhen, sepse janë receta të vjetra, tradicionale dhe shumë të shijshme që jam e sigurt që do t'ju pëlqejnë edhe ju nëse do t'i gatuani në familje, do t'i përgatisni. Kati, më thuaj ti kur është momenti për receta se nuk dua të ndërpres nga puna. Shiko tani, unë do filloj tek vezët, duke jo, vazhdojmë, rrim dhe pak do shtojmë krip, dhe unë e hedh gjithmonë kripën faktikisht, më duket me jep atë idenë sikur kripa mi pik vezët. Ja, një rast po hapet akoma. S'po e merr vendin. Në rregull. Tani këtu, brenda, do të shtojmë kosin, të hedhim një seshten, 2 lugë një seshten. Te kos, jo, te vezët. Do të jetë te kosi që të përzihet më mirë. Të treten. Tretet më mirë. Një. Edhe një, 2. Okej. Një tas kos, 2 lugë një seshte, 5 kokra vezë, pak skrip. Deri tani këtu jemi. Marim lugë tjetër tani se e hodhëm brenda atë. Edhe 2 lugë miell. 2 lugë miell. Një. 2. Dhe jemi në rregull. Okej. Tani trazojmë që të do bëhet një lloj brumi aty brenda. Do me thënë të lidhet bashkë me kosin dhe me mielin i seshtin. Tani krip kemi hedhur edhe te pjesa e zirjes së mishit. Po. Kështu që duhet të kemi kujdes edhe për këtë gjë. Me kripën. Okej. Tani këtë masën e kalojmë këtu tek vezët. Do të atrazojmë. Kjo është kremi që do të përdorim tek tikushi. Nuk e di tikushi si është edhe e pyet, apo dhe ajo vetë zonja njëra që më tha, nuk e dinte. Mos është emri i personit që ka krijuar recetën. E bëri dikush. Ndoshta. Ndoshta është dikush e ka bërë këtë recetë. Ne do shohim pastaj në internet kur të shkëputemi, shohim mos ka ndonjë informacion kështu në lidhje me historikun e kësaj recete dhe origjinën. Vaj këtu brenda. Edhe me gjalp do të hedhim pastaj tek peta, kur e nxjerrin nga fura, i lyejnë atë petën me gjalp. Po. Me thënë që të ketë edhe aromën e mirë. Tani këtu tek kjo do të hedhim lëngun e mishit, tham që mund të përdorim një lloj mishi që ju dëshironi. Është mjaftueshëm. Okej. Po pastaj do t'i nxjerrim t'i hedhim brenda. Se një është mjaftueshëm. Tani do të marr këtej, s'na duhet më piruni, për të rregulluar temperaturën dhe le të marrim një. Po, atë që bëjmë gjithmonë, se lëngun e mishit e kemi të nxehtë. Që mos pritet veza. Megjithëse nuk e kam shumë të ngrohtë lëngun, unë e kam lënë kastile. Okej. Po me gjithë atë në rregull, le ta kryejmë edhe këtë si veprim të mos rrezikojmë. E hedhim këtu. Besoj se është okej tani dhe e bashkojmë me pjesën tjetër, kështu? Po. 2. Okej. 2. 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
Edhe tani kur e hedhim brenda, e trazojmë. Ky është kremi që do të përdorim tek tikushi. E byreku. Po. Ti heqim dhe këto s'na duhen. Shumë mirë. Mishi ku do shtohet? Brenda Anila, ja të Këtu? marret e Po, këtu. Okej, thjesht duhet ta nxjerrim nga pjesa e lëngut që ka, se nuk na duhet më shumë lëng se kaq, nuk duhet bëhet më holl se kaq. Kështu i bie. Ja do ta mbaj këtë lugën këtu, se do hedhim kremin, pastaj mbi krem do hedhim edhe mishin. Okej. Kështu që mund të marrësh kohën, Anila? Po, mirë, hajde ti lexojmë recetat. I shohim pak bashk në ekran. Çfarë po gatuajmë ne sot? Cilët janë përbërësit? Receta e parë ka nisur, quhet tikush me mish viçi. Na duhen 600 gram mish viçi, 5 kokra vezë, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle miseshte, 1 filxhan çaj kos, 1 filxhan çaj lëng mishi, gjalp, ndërsa për petët do të na duhen 300 gram miell, 1 lugë kafeje sot buke, 2 lugë gjelle vaj dhe ujë. Lakror tradicional me oriz dhe erza, por pa petë. Na duhen 2 filxhan çaj oriz, 2 filxhan çaj qumësht, 2 filxhan çaj ujë, 3-4 vezë, 1 qep e thatë, 1 tuf qep të njoma, kopër majdanoz, vaj, gjalp, krip, piper. Pite me djathë dhe nene gjik, na duhen 500 gram miell, 1 vezë, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë çaj sot buke, gjysmë filxhan çaj me shëllir djathi, kos, 1 lugë kafe nene gjik, krip, vaj për skuqje. Këto janë të treja recetat për sot, të treja janë recetat tradicionale, ku me të shoh unë, miell sot na u dashka shumë. Të gjitha realizohen me miellin për çdo përdorim? Për çdo përdorim përdorëm neve. Kështu që, ndaj kam thënë duhet jetë në shtëpi edhe është zgjidhje për çdo recetë, sepse miellin për çdo përdorim, pa diskutim që është më i përdoruri, sepse mund përdoret në të gjitha recetat tona, që nga byreqet, nga petullat, krepat, ëmbëlsirat e tjera. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk ka alternativa të tjera të miellit në treg, që do të thotë nëse doni të bëni pica dhe ajo pica të marrë atë butësinë dhe volumin si në restorant, të mos zgjidhni variantin e miellit për pica, ose kur realizojmë receta që duan mielin e misrit, apo mielin integral, gjithashtu edhe ëmbëlsirat, kanë vendin e tyre në kompaninë Atlas, ku mund të i realizoni edhe përgatisni me mielin farinap, që është një zgjidhje, sepse ka gjithçka brenda, dhe me këtë paketimin që shikoni edhe aromën e ndryshme të vaniljes apo të portokallit, ju keni realizuar një kek fare shpejt. Meqense Kati më dha pak kohë, unë e përmenda dhe po e rikujtoj mënyrën më të mirë, më të shëndetshme dhe më të shpejt për të nisur vaktin tuaj të parë të ditës, që është mëngjesi, madje është dhe vakti më i rëndësishëm, sepse është ai që na furnizon me energjitë e mjaftueshme për të përballuar ritmin e ditës që gjithë ne kemi. Ndaj veza O Vital është veza më cilësore që ju mund të gjeni në treg, jam e sigurt që është pjesë e frigoriferit tuaj dhe e familjes tuaj. Megjithatë, unë e kujtoj për t'ju thënë se edhe ne konsumojmë njësoj si ju në shtëpi, që nga 8 kokrat e shportës, 10 vezët e jetës e deri në paketimin prej 15 kokrash. Veza O Vital është cilësi në 4 stin dhe, siç është dhe slogani që mua më pëlqen shumë, për një plan ideal, nisë ditën me O Vital. E niseni me O Vital dhe përfundojeni me atë vaktin e darkës që shumë shpesh familjet e kanë problem se çfarë të gatuajnë, sepse realisht i kushtoj më shumë kohë drekës dhe darka ka nevojë për ca receta të shpejta. Ndaj kompania tona me 9 produktet e mishit është një shije ekstra në familjen tonë, duke na ardhur në ndihmë me një sër produktesh si kremviçet, salçiçet, pancetat, prosciutat të ndryshme, prosciuton e picës, sallamin turist, një gamë shumë të gjerë në produkteve të mishit. Rëndësi ka që të kenë emrin tona, ne këtu i shijojmë shumë shpesh, ndaj ju a propozoj që ti konsumoni dhe të kuptoni se çfarë do të thotë një sallam apo një prosciut me një cilësi maksimale dhe me atë shijen karakteristike që sallami ka, që shpesh vjen i realizuar edhe në mënyrën artizanale, si bëheshin dikur, edhe ka një lloj nostalgjie në fakt, sepse ne në këtë tregun tonë sot, Kati, vërtet themi kemi çdo gjë. Çështja është çfarë zgjedhim edhe kush është e duhura, se ndonjëherë kjo ke çdo gjë të krijon edhe një lloj konfuzioni, se sa më shumë të kesh në treg, aq më shumë ke një lloj dileme se kë produkt duhet të zgjedhësh. Ne sjellim propozimet tona këtu, të cilat i konsumojmë vetë çdo ditë dhe ju a propozojmë gjithashtu që ti provoni dhe të bëheni konsumator besnik të këtyre.
Dhe unë them Anila që njerëzit duhet të zgjedhin pak dhe sakt. Jam shumë dakord me këtë Të teori. zgjedhin cilësinë, ndoshta mund të jenë pak, si të thuash, të kripura themi neve në çmim, po më mirë, e kam thënë dhe herë tjetër, merr gjysmë kile mish të sakt se sa 1 kilogram dhe nuk ja vlen. E vërtet. Prandaj them gjithmonë. Çfarë bëre ti gjatë kohës që unë po flisja? Ja, unë hapa pak të petën dhe e kam bërë gati. E lujtë pak Orizin e kemi shplarë me që po shoh. Po, e kemi shplarë orizin, e kam gati. Tani marim të petën edhe e vendosim te tava që kemi lyer më përpara me vaj. Duam që peta të dalë jashtë tavës, se do kthehet për të mbajtur atë masën e kremit shëndet. Shëndet Baçi. Që ashtu hedhim të kremin. Do hedhim dhe copëzat e mishit. Faleminderit tani. Të lutem. Nuk të duhet më Kena? Jo. Mundoni të hidhni copëza mishi në pjesën e anës, se kjo do të bëj, do me thënë që të ketë mundësi të mbaj edhe pjesën e petës që do të them. Do me thënë, kjo do t'jetë me mesin e hapur, po. Po. Aromën e ka shumë të mira. është mishin, Bëhet shumë e mirë gjalpi, faktikisht. nuk e di të gjithë përbërësit që po bëhen bashkë në ekran, po ju rikujtojmë recetën e tikush me mish viçi, këtë po gatuajmë tani. Është e thjesht në realizim, sepse me që po shoh thjesht hapja e petëve, që në këtë rast nuk do më shumë se 6 petë është ajo që do t'ju marrë angazhimin më të madh, dhe mishin që do t'a keni të zirë përpara. Që ndërkohë, nuk është se duhet ndonjë sasi e madhe e mishit, Kati ka vënë 800 grama aty, por ne nuk është se kemi përdorur kaq shumë. Jo. Kështu që mund të zgjidhni si ta keni mundësinë, mos E kemi thënë pak edhe sakt. po, Sa si të t'jetë kenë mundësia. mundësinë në shtëpiat e tyre. Çfarë duhet tani? Vaj? Vaj. Do ta hedhim pak kështu Anila, Ke e mbledhur sobandezu, furrën po. poshtë, po, e shoh. Shiko, a thonë anvisat që hedhim qik si shumë vaj neve, po jo, më nuk e hedhim ka Për shumë. katje po bëjmë? Pastaj Porja si për e do, e e do. peta se do shkriftohet në Do, pjekje, do peta marrë do shije. vaj pak. Do ta lyje edhe pak unë me kështu, në rregull. Me qënë se është një byrek, sa nuk është byrek, është Si tikush. një lloj byreku Tikush. është. Është byrek korçare, po Jo, është i gradecare. zbuluar, do me thënë, është me mesin e hapur. Si piqet, sa piqet? Si e do Tani, pjekjen? Edhe kjo e do atë pjekjen, do me Normale, thënë 180, 170 gradë, edhe sigurisht që do një 40 minutë, edhe kjo, edhe pse është kështu. Okej. Jo, pikërisht, se byreku. është i hapur dhe mendova që ajo masa që është brenda me 20 me miell do duhet të trashet, të kthehet në një. Po sa i mi që do E bëhet. pra, Pa e fut në furrë, ne na u bëj mirë. Tani, kur të dali nga furrë, ato e akoma edhe më mirë. do ta provojmë kur të jetë gati. Ashtu, kështu e që- vendosim në furrë Anila, të lutem më ndihmo që të hapësh sopën, Patjetër, edhe aty po kemi shkoja. gati. Ika Faleminderit. përpara, sepse ajo është e Ma mirë lëmshme këtu. dhe do pa kujdes. Shumë Kaq ishte. Është gati, tani vetëm kohën e pjekjes do duhet presim, që do të thotë deri në orën 10 që ne shkëputemi nga kuzhina, Do ta kemi gati. tikushi do të jetë Do ta gati. kemi gati. Tani më çdo merremi ne me cilën nga dy fillojmë recetat recetën e tjera. radhës, Okej. Lakrorin, sepse dhe ai duhet vendoset në furrë. Edhe ai në fund. Shiko, të laj duhet vendos ato qepët edhe pastaj pastroj tavolinë. Okej, mirë, unë ndërkohë po shoh pak edhe mënyrën e bëris gati të përbërësve, se i pam në ekran. Orizi, i shplar paraprakisht. Edhe është lënë dhe të thahet pak. Qepët, i kemi të grira imët, Kati i mori për të filluar gatimin me qep, ku kemi qepën e njom dhe qepën e thatë, në këtë rast e pas kemi të kuqe. Kështu e kisha, apo Jo, ka më shumë ndodhi, aromë? rastisi, nuk është se... Çdo lloj qepe që të ketë, nëse dhe kjo nga lëngu Ja, do ta shtoj me njërë në tigan tani dhe nisim gatimin e lakrorit me qep të thati, hedhim bashkë, sepse edhe qepa e njom, edhe e thata duhet të jenë të grira imët Pa. për këtë lloj recete. Dhe duhet t'ju them që kjo lloj recete kemi përgatitur dhe herë tjetër, neve dhe i sjellim her pas here për t'i rikujtuar. Është një recetë që është shumë e mirë dhe është enkas edhe për nënat lehona. Me thënë, sepse i shton qumshin. Vërtet? Po, i bën mirë, do me thënë, për nënat lehona që japin gjithë fëmijëve. Se thash që dhe ishte karakteristik kjo lloj recete,
për nënat lehona, të cilat kur lindin, u aqonin. Ushim bebat me gjithë. E kishin zakon, u aqonin, si thuash ma dje, lindin me një shami, për qok. Për vizitën e parë, të mirë sa ardhjes. Bëni këtë dhe bëni dhe një buk. Këtë edhe një buk. Atere, po thoja gjithashtu që erzat me sho i do me bollëkë. Po, e ato janë që kopër dhe majdanos. Më shumë kopër dhe më pak majdanos. Të drira imët, por bollshëm. Bollshëm, po. Okej. Është pranverë tani, ato janë erzat, janë të sezonit, kanë ato aromën dhe plus që ato kanë vlera ushqimore, nuk është se hedhim më shumë erza, qumësh, gjalp, vez, shikon se sa i mirë bëhet. Po. Edhe oriz. E kuptaj. Po, kombinimi mirë duket. Është një kombinim shumë i mirë dhe bëhet një tavë shumë e shishme, madje në disa zona, do me thënë që janë andej përreth, në ato fshatrat andej, i shtojmë brënda edhe djathë të bardhë. Djathë të bardhë. Por që unë do të asjelat shumë të traditës. Të klasikja, të receta vetë. Okej, filloj s'kuqaj që filloj, do me thënë, duke hedhur. A ti, po, pastranon po të shoh ty? Jo, s'ka asnjë gjallë. Lea, mund të atrazosh, faleminderit. Atrazojmë. Thash në pastrim, unë kati në pastrim. Që të zbutet. Okej. Filloj s'kuqaj qepëve. Ndërsa përsa i përket recetës me brumin që të piteve kati. Sa ko duhet e qëndroj brumin në ardhje, që ta japim si këshill që tani, me qënë se ne e kemi bërë, e kemi vendosur në një e kemi mbuluar, dhe në shtëpi, nëse e kemi kohën, sa duhet lënë ky brumi? Erdha, Anila, më falë. Fola kodë ndër tani? Jo, unë dëgjova. Dëgjova. Shiko, sa do brumit vi? Edhe gjysore të lësh, ndoshta edhe pak më tepër, dhe kur e mbulon me këtë membran buzhini. E dimon temperaturën. Po, dhe ajo nuk pëson asë një gjë, nuk kryon atë koren si përfaqësore. Kështu që sa më shumë të lëjmë, aq më të buta dhe më të shkrifta bëjnë këto piket. Okej, në rregull. Kështu që dhe unë prandaj dhe e zura pak më përpara, sigurisht në fund fare do të tregojmë edhe mënyrën se si do të bëhet. Një afrem dhe orizin. Tani për punën e qepës nuk është se do ta kavërdisim shumë, thjesht të zbuten. Kuptoj. Të zbuten, nxjerrja të aromën qepa, ndërkohë kemi kujdesur këtu që të vendosim edhe një kështu. Kjo tani do një filxhan qumësht, nëse do kemi një filxhan oriz, një filxhan qumësht, një filxhan ujë. Në rast të kundër që do të shtohen, do të dyfishohen. Këtu brenda do hedhe pak gjalp, Anila. Pa. Faleminderit. Po të lutem, Kati, të lutem. I hedhim edhe gjalp edhe vaj. Edhe gjalpin ja hedhim këtu në kavërdisje, që të nxjerrë aromë të mirë. Edhe do mbajmë edhe gjalp për tikushin. Po, për ta lyer në fund, si që thamë, kur ta nxjerrim nga furra. Tani këtu, sa të na shkri kjo neve, na bëhet gati, se ato erzat pak do qëndrojnë. Tek të marim të bëjmë dhe vezët gati. Okej. Këtu do t'i përzim të gjitha, apo është e vogël kjo? Jo, vezët do t'i hedhim në fund Jo, fare. them, kur ta bëjmë gati, në këtë enën do piqet? Në atë enë. Së e vogël kjo, jo? Me qësa... Jo, për masën që kam hedhur, sepse unë kam hedhur, e kam atë këtu, kam hedhur një tas si ky. Me oriz? Me oriz. Dhe do edhim një tas qumësht, dhe do edhim dhe një tas ujë të ngrohtë. Do me thënë edhe qumësht jo, po do rregulloj temperaturën me ujin. Okej. E kuptova. Edhe për këtë tani le t'i hedh një 3 kokra ves, se mirë i bën tëm si bën. Po. E plotëson edhe si shije edhe si vlera ushqyese. Një 3. Me të posho... Jemi në fund të pjesës e parë. Hedhim dhe erzat, tani. Hedhim dhe erzat dhe ndalojmë këtu, si thua? Po, nëse s'kemi kohë, sigurisht do ndalojmë këtu. Nuk kemi kohë. E kam fjallën mos bëjmë gjërat të tjera? Jo, në rregullet i presim, se e shtojmë në momentin e dytë, sa të vim pastaj. Okej. Mirë, po e lëmë këtu për momentin gatimin, shkojmë në një hapësirë publicitare, ne ju presim në kuzhinë, duhet t'i shihni recetat edhe në përfundim, sepse ka ende gjëra që nuk kanë përfunduar dhe nuk janë shpjeguar, për të marrë të gjithë informacionin që ju duhet nëse do t'i gatuani. Kështu që pakës pushim ju presim në studio.
Jemi në studio për sërin e jemi rikëthyrë në transmetim të drejt për të vijuar aty ku e kemi lënë qepëve të skuqura i shtuam edhe ato erza si që e pat nëse e keni parë, nëse jo e keni në YouTube pas pak videon të gjithën të plot, pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Ka vërdisur. Ka vërdisur, po. Okej, se skuqe është kur i bëjmë pak të theksuara. Shtuam erzat? Erza. Që bëm tjetër? Dhe kemi gati tani për ta hedhur këtu teorizë që kemi të larë. Okej. Hedhim erzat dhe qepën këtu. Dhe këtu tani, që të marim dhe këto të fundit, ashtu si bënim në natona, këtu ka masën e ujitu. Po. Hedhim ujin. E kam të ngrohtë, edhe të më ngrohet. Edhe e vendosim edhe. Se e kisha me tasin e qumshit. Edhe qumshin e kemi ngrohur më të koshon. Tani, e të razojmë një qik fillimisht këtë. Zona të ke luka. Ja, kështu më që të ndihmojmë këto. Të razojmë që të venë gjitha ndet, do hedhim ujin të parë, pastaj do rajmë me qumshin e nxehtë, do rajmë vezët, dhe do të hedhim lartë dhe në furr. 25-30 minuta. Ndoshta edhe më shumë, po ka që 7 Ne deri në 10 do ta lëm, duam për ju, se sigurisht e rikthejmë përsëri në furr për të përfunduar. Bërë gati, sa të na bëhet të ngrohet pak uji atje, kemi vezët këtu, i përzim, ma i skriptu të pjesa e vezëve. Te vezët do shtojmë edhe qumshin e ngrohtë. Pak e nga pak, beso? Po, në rjedhë, kështu do me rjedhë, si bëjmë majonezën. Po të kolona ndeka ti. Ndodhë zakonisht me... Te tasi, mbas e tasi. Është me i vogël, po. Mbas nuk e lëpin, si themin e lëpin. Pa, është jemi më mirë. Okej. Mirë qepe, Anila, e shikon? Pash se... Nga që ti po e mbaje në krahun për të parë qumshin, nuk duke ajo që po kullonte. E shiko tani e hodhëm në mënyrë graduale dhe veza nuk u pre dhe u bë kremoze. Po. Dhe kështu e duam vezën. Ja, si krem. Tani besoj edhe uji është mjaftueshëm. Edhe uji është gati, po. Mund ta heqim atë, faleminderit tani. Të lutem. Edhe ujin fillimisht. Sebe. Okej. Ta shtuam ujin e ngrohtë, tani do të shtojmë qumshin të rrahur me vezë. Edhe Nuk krye? Po, e bëjmë një tundje kështu. Edhe në furr, nuk trazohet më kjo tani. Jo? Jo. Ka që është Kështu si që është e vendosim në furr. E qojmë në furr, ndërkohë që lakrori tradicional me oriz dhe erza pa pet ka këto përbërës në total, pra 2 filxhan çaj oriz, 2 filxhan çaj qumësht, 2 filxhan çaj ujë, 3-4 vezë, na duhet një qep e thatë, një tufë qep të njoma, kopër majdanoz, vaj gjalp, kripe dhe piper. Dhe kati sa po nxori tikushin nga furra, ne do ta shohim paksa dhe duke e parë edhe se si është i përfunduar dhe që të fton ta provosh e ta shijosh, shikoni sa i mirë duket. Dhe këtë recet do ta shohim pas pak në ekran. Çfarë do t'ju duhet? Momenti i fundit, Anila, është kjo, do me thënë me gjarë. Bëjmë këtë kore. Edhe shkëlqim, por ndërkohë edhe i zbur, edhe i epshie, edhe shkëlqim, të gjitha bashkë. Kjo prekja e fundit që i duhet shpesh recetave, por që i ndryshon totalisht, si në pamje ashtu edhe në shijen e tyre. Duket shumë i shishëm këte. Po, edhe i bukur, e? Aha, po, duket bukur edhe në... Ti japim dhe bukurin, përveç Po, pa tjetër, si kemi thënë aha syrin. Se shiko, ambisa shikojmë bukurin, ne dhe këtu shikojmë dhe shijen, e? Po, shiko, një gatim i mirë duket. Do zoti të vinë do njerë ajo ditë që ambisat përveç se bukurisë të shijonin në përmjet ekranit. Aha, sa mirë do ishte. Edhe atëre të nga vlerësonin të mamë, se tani thonë që kush e di si bëhe. Më ka ikur, se në visa unë pak. E të ka lëvizur pak mikrofone, po edhe ta regulloju tani. Nuk të rimoj kati, ta lë këtu më mirë.
S'ka gjë, nëse do ta rregullojmë kur të... Unë s'ka faj... Po të në lëvizje, nuk ka... Në lëvizje, vërtet. Në studio në lëvizje. Iku dhe kjo u bë. Tani, talëm këtë këtu, të heqtojnë dhe të vendosim tiganit unë të ta shohim ngrohet. pak të recetën e tikushit, me qënë se sa po përfundoj, kështu që me çfarë e kemi gatuar? 800 gram mish viçi, 5 kokra vez, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle niseshte, 1 filxhan çaj kos, 1 filxhan çaj lëng mishi, kemi gjalpin, kemi bërë edhe petët, të cilat ne në fakt e nisëm emisionin me petët që i kishim bërë para prakish, sepse do të na duhej më shumë kohë, por ama bëhen shumë thjesht. Mjafton të keni miellin ola për çdo përdorim, në këtë rast 300 gram miell, sepse janë 6 petë që do të na duhen, 1 lugë kafe sod buke, pra petët duhet të marrin pak si shkrifcin ashtu edhe volumin nëpërmjet sodës së bukës, 2 lugë gjelle vaj dhe ujë. Dhe tani është momenti që të bëjmë pitet të cilat do të kenë këto përbërës. I shohim edhe pitet se Kati shoh që ka bërë gati tiganin, kështu që do të fillojmë njëherë me gatimin e tyre, ndërsa përbërësit janë këto, pite me djathë dhe energjik, 500 gram miell, 1 vez, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë çaj sot buke, gjysmë filxhan çaj shëllir djathi, kemi kosin, 1 lugë kafe me energjik, krip dhe vaj për skuqje. Brumin e piteve, tani besoj mund ta hapim, apo jo? Mund ta marrë një laktu. Ndërkohë aty kemi përbërësi që do të regojmë pak më mbrapa se si do të harim deri këtu. Mendon, do kemi kohë të bëjmë edhe brumin? Po ja, do të shikojmë tani. Okej, duke parë, duke bërë, që se si në përbërësit i kemi lënë këtu. Unë punova edhe në pushim këtë brumin. Aha. Dhe tani, i ndajmë. Do i hapim me dorë, do i hapim edhe me atë... Rullin, pecin. Por si të duan anvisat, ka 2 mënyra. Në mënyrën tradicionale bëhesh edhe kështu me dorë. Me thënë, kapim anët, edhe kjo është do me thënë që i jep të atë, si të është, bukurin më tradicionale. Po, që dukeshin si më kështu. I lënim, i vendosnim shumë e radhë, dhe pastaj fillonim, kur vinte radha për ta vendosur në tigan, i hapnim edhe pak më tepër. Edhe këto, si thua, gropzat e vogla, të çarat që bënin, ndihmon, sepse gjatë pjekjes, ato rrisin volumin. Edhe pak që të më ngrohet mua tigani, prandaj edhe po i lëm. Duket edhe pjesa e energjiku që kanë brënda, shumë pak, do me thonë, hedhi, për shije. Po, për aromë për shije. Dhe që është e vërteta, përveç se aromës në energjiku ka dhe vlera ushqimore. E vërtet, po. Por, në këto lloj petulla, jep edhe një shije. Këso tani, se lash të më ngrohej pak. Edhe shumë vaj këto nuk thithin, që është e vërteta, sepse ndikon shumë këtu edhe kosi. Çdo gjë e thartë që hidhet brenda, në rast të kundër, për shembull pak lëng limoni, sidomos kur bëni qofte të dashura anvisa, sepse tani vjen edhe koha, do me thënë që do të përgatisim dhe ne do të bëjmë këtu qofte me kungulla, me këto perimet e tjera. Po, që zakonisht të hedhin nga një lugë lëng limoni brenda, nuk i tharton, për kundrazi, nuk i lejon të thithin vaj, edhe bëjnë dhe shumë të shishme. Kështu që, kur do të përgatisni qofte, përdoreni, shtryni pak limon brenda, te brumi qofte, dhe të shikoni se nuk do të thithin vaj dhe do të bëjnë edhe më të shishme. Ashtu si hedhim dhe te pjesa e orizit, që e shkriferon, i jep shije, kur bëjmë qofte edhe tek pjesa e orizit që bëjmë pilaf, edhe aty mund të përdorni, dhe aty që bëjmë me perime, oriz me perime që bëhet me karota, me bizele, me këto gjëra. I themi tani dhe këto gjëra që të ngrohet edhe pak tigani. Se së ngrohë, së ngrohë akoma. Qa po që janë dhe? Jo, shikoj për atë. Mirë është, mirë. Atë nuk do arrim do të nxjerrim të plot, po kemi dhe 7 minuta kohë, kështu që do shohim si do jeme. S'ka marrë pak, do dhe pak. Po mirë, hapim dhe të tjera. Shiko, unë po i hap dhe po i bëj gati këtu, por nuk e di nëse do të mundnim, do me thënë të tregonim si është koha. Se këto pasaj... me djel. Me djel është, si e kemi kone këtu. 7 minuta, 6 minuta, kështu jeme.
Jo, më kemi kohë, Anila, se të bëjmë një trazim asaj. Të bëjmë brumin, thua? Të bëjmë brumin, sa të na bëjt vaj tamam. Po ti e di. Ashtu, se s'ka jo një trazim, do se një hapëm dhe këtë të fundit. I lëm këtu, dhe kur i vendosim pastaj tek tigani, i bëjmë edhe një hapje tjetër. Dhe s'ka nevoj fare për t'i përdorur me të rullin, i heqin fare. Në regull, e lëm këtë heqin dhe këtë të... Si të dëshirosh? Të lutem, do të ma bësh jep... brumin, mund të kujdesem edhe unë për t'i skuqur edhe për t'i kontrolluar ato pitet. Këtë nuk do t'a presim ka ti? Le që sa të bëj unë, bëhet gati. Shpjekur dhe nga poshtë. Po, shpjekur. E pra, lëviz dhe më thë. Shpjekur. Sa i mirë duke të? Kur lëviz, nuk diskutohet. Kjo është bërë gati. Okej, mirë, ndrojmë krahët bashk. Këtu. Mielin, ku e kam, le bëjmë atë mielin që ka që sa të duhet që? Janë të shojmë sa kemi këtu, se kemi thënë që Ola në ka... Ashtë një gjusë kile. S'ka gjithë, sikur kemi 400 gram këtu. Në regullu, jemi mjaftu shumë mirë. Edhi mielin të parin. Kësë nga dohet, marrë një lukë këtu tani që të trazoj. Ashtu. Fillimisht, unë hedhë një maj krip faktikisht tani, sepse kam edhe, si tu ashtë hirë, do përdore edhe hirë. Edhe e trazoj gjithmonë kështu, duke shtuar edhe sodën, një lukë të kafe semun ati, është mjaftushëm. Trazojmë këto të përpara të ngurtat. Ta vendosë pitën e parë, ndje si të ndërpres, mos të nëzefe tigani më shumë se shduhet kam halë. Edhe në marri testi tigani. Do edhe pak. Sa të japi temperaturë dorës, atere kuptonë. Tym nuk kanë zira i akoma. Jo, tym jo, po thash mos nga digjet më shumë se shduhet edhe... Edhe të parë në Anila mund të hedhim edhe këtë poshtë ashtu. Jo, mi tjede. Mos unë dikon nga që themon, thjeshtë... Jo, fare tani do një 2 minutë që ajo. Hedhim dhe vajin këtu. Edhe një kokërvez. Kemi dhe një më këtu. Tani nuk po rritë për test, sepse testin e kemi bërë ka qërë, kështu që i dim se... Shveza e fundit e vjetës që hapëm sot. Shikoheni testin, kështu që... Sot e mbaruam të paketimin. E nisëm dhe e mbaruam, se na janë dashur vezët edhe tek receta e parë, tikush, mirë mbaj më temrin, edhe tek receta e lakrorit papet, edhe një kokërvez tek brumi i piteve me nenegjik që po bëjmë tani. Tani, Anila, do keshti kujdes, një piru, edhe ke dhe këtë pjatën të lutem. Mos ki me rakë se i shofun ato. Të falenderoj e di, nuk e kam fare me rakë se di që je një nikojtire... Po u dojgje para, kemi të dytën. E pa parë, faktikisht, me thënë të drejtën. Tani këtu, kemi hedhur sot një maj krip, sepse do shtoj hirë djathi, shëllir djathi, më mirë, vaj, vezën, sodën, dhe do të shtojmë edhe kosin, edhe hirën. Prita një këtë hirën, do të hedhë pak këtu të këtë, që të më marri këtë pjesën e kosit. E trazojnë. Edhe e marim kështu, do me thënë vërdal, sa do të punojmë që të na bëhet një brum si i byrekut. Një brum i tillë. Pite me djath dhe nenegjik. Brumi po bëhet ashtu, mirë që kujtove skuqja po Anila bëhet se kështu. sot nenegjikun. Po të lutem, unë prandaj e thash. Dhe keni edhe recetën këtu të plot. Ashtu, kaq nenegjik. Tani, e punojmë edhe kështu me dorë. Ja. Fikse kishte, këtë masën që neve hodhëm, nuk do as kos tjetër më as një gjë. A ka nevoj t'i vendos një letër kuzhine? Nuk ka nevoj, Anila, mbajnë që ka shtu dhe e vendose direkt në pjatë. Duke qëndruar ato, do pullojnë, po nuk thithin vaj. Tani hapi një tjetër pak më tepër,
Po, pa të po boja gati. Mire, para rëmben pak më shumë, do me thënë se sa të regullim atë temperaturën e vajit. Një minut. Një minut, brumi është bërë gati. Okej. Ja, ky është brumi, shiko, si plastalin. E pash edhe ku po e hapja në fakt që është vërtet shumë i shkrifët brumi. Ky është brumi, nuk është se punuam shumë, e rëndësishme është që ta lëm të paktën 20 minuta, 30 minuta, aq sa ta lëm, aq më i butë bëhet. Dhe më të shkrifta dhe më të buta bëhen edhe pitet. E lëni, e mbuloni juve tham me... E do t'i vendosim një pecet tani këtu guzhine, por ju do t'a mbuloni me membran guzhine, sepse membrani nuk e lë që ajo të kryoj atë koren si përfaqësore, sepse thamë që do t'a lëni 20 me 30 minuta. Laj duart e rikëthejmë këtu për pare dhe ato, Anila, si baruam? Ne mendoj se mbaruam, si ko ora na thot që jemi në mbarim. Megjithatë, do vazhdojmë dhe do të skuqim në tigan edhe pitet që na kanë mbetur, të paktën njërën e kemi nxjerrë të pjekur. Katë, po, mund të vazhdosh, ndoshta nëse e ke më kollaj me pirun më thuaj. Ta nxjerrim dhe lakrojnë nga furra ashtu, gjysmë të pjekur si që kemi? Do ta nxjerrim, le ta kemi edhe atë këtu në tryez, nuk ka rëndësi. Edhe të bëjmë edhe përshëndetjen me zonjat. Ashtu ta heqim dhe këtë. Dhe këtyre piteve u shkon shumë ky gjalpi tani, Anila. Në fund, po, e vërtet. Ja tani, për shembull, pasi kemi pjekur, i vendosim, do me thënë, pak gjalp. Pitet janë të tilla, kështu do të përfundojnë, kështu do t'jetë pamja e tyre, vendosim dhe të dytën dhe për moment e lëm këtu. Tikushin e pat, lakrori papet është ky, i cili do kthehet përsëri në furrë, por ama e sigurt që do të jetë shumë i shishëm dhe ju propozojmë ta gatuani dhe ju në shtëpi. Unë i mora me hatër, me thënë të drejtën, përfunduam po gradecin korçën, lam sarandën, sepse jam vetë andej, kështu që nuk më ngele qefi, edhe pitet gjirokastrite ja ku i keni. Ndërkohë që i kemi bërë edhe me pak gjalp nga sipër. Shumë të mira, shumë të shishme, të buta si mafishe, mos hezitoni përgatisni familjen tuaj. Ju falenderoj që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Ju dua shumë të gjithave dhe ju përshëndes të gjithave, pavarësisht që ndodh ndonjëherë që nuk ju se, do me thënë nuk ju jap ato përgjigjet në ato mesazhe që ju dërgoni. Por faktikisht ju dua dhe një puthje nga ana ime. Mirupafshim. Të lumshin duart, Katerinë. Faleminderit drita ime. Faleminderit Kat. Shkojmë në reklama tani. Kjo ishte kuzhina për sot, nesër në orën 9 me të tjera receta me Katerinën në kuzhinë.